A e dini se gjua shqipe mund të kishte humbur përgjithmonë sikur një libër i vetëm të mos ishte ruajtur? Ky libër quhet Meshari dhe autori i tij Gjon Buzuku është njeriu që i dha Shqipërisë veprën më të vjetër të shkruar në shqipe. Në vitin 1555. Buzuku ishte prif katolik dhe ai shkroi Mesharin për t'u mësuar shqiptarëve fenë në gjuhën e tyre. Por në të vërtet ai bëri diçka shumë më të madhe, kodifikoi shqipen sheku i para rilindasve. Meshari ka rreth 188 faqe shkruar në një shqipe të pastër veriore, por me një alfabet të rrallë ku gërshetohen shkronja latine, greke e shenja të veçanta që ai i krijoi vetë. Është libri që i provon botës se shqipja është një gjuhë e vjetër, e pavarur jo dialekt i ndonjë gjuhë tjetër. Por për 300 vjet ky libër humbi pa gjurmë. Askush nuk dinte ku ishte. Disa historian madje dyshonin se ka ekzistuar vërtet derisa ndodhi mrekullia. Në vitin 1740, një i peshkës shqiptar në Rom, Gjon Nikol Kazazi, po kërkonte dorëshkrime të vjetra në bibliotekën e Vatikanit. Aty, mes mira librave të pluhurosur, ai gjeti një kopje të vetme të Mesharit. Faqet ishin të dëmtuara, disa mungonin, por teksti ishte aty. Shqipja e shekullit 16 kishte mbjetuar. Fal këtij zbulimi, studiuesit arritën të rindërtonin historinë e gjuhës sonë. Pa Mesharin, shumë faza të zhvillimit të shqipes do të ishin të panjohura. Dhe sot, ky libër vetëm një kopje e vetme. Ndodhet ende në bibliotekën e Vatikanit si thesari më i shenjtë i kulturës shqiptare. Gjon Buzuku nuk e mori kur vesh se vepra e tij do të shpëtonte gjuhën shqipe. Por historia e di. Një prift i vetëm një libër i vetëm ruajti identitetin e një kombi të tërë.